Një 27 vjeçare e cila kur urrëzua si nisë Europë Kosovë, ka humbur jetën tragjikisht në Turqi, pasi u rrëzua nga ura teksa tentoi t'i shpëtonte policëve që e kishin ndaluar për një kontroll, gjatë të cilit u konstatua se ajo po drejtonte mjetin nën efektin e alkoolit. Ngjarja ka ndodhur më 1 prill teksa Erdogan po kthehej nga një natë e kaluar në qytetin e saj të lindjes, Giresun. Natën fatale thuhet se Erdogan ka qenë jashtë me miqt. Pas kthimit në shtëpi, oficierët e policisë ndaluan për një kontroll i cili zbuloi sipas Yanan Turk se ajo kishte 1.7 miligram në 100 mililitra alkool në gjak, kur kufiri në Turqi është 0.5. Sipas raporteve turke, Erdogan nga frika se do të hynte në telasha me ligjin, braktisi makinën e saj dhe vrapoi drejt një ure. Aty sipas informacioneve ajo ka humbur ekuilibrin dhe ka rënë nga një lartësi prej 15 metrash në një autostradë me 6 kursi. Mediat turke raportojnë se pasi u rrëzua nga ura, ajo bë djit nga një makinë që po kalonte. Me gjithë përpjekjet e autoriteteve të shpëtimit që ka shkuar me shpejtësi në zonë, 27 vjeçaria nuk ka mundur të mbijetojë. Familja e saj megjithatë pretendon se gjithçka ishte një aksident. Mos i besoni lajmeve dhe informacioneve të rremujt për vdekjen e vajzës, motrës dhe mikes tonë të dashur, Güler Erdogan. Motra jon humbi jetën për shkak të një aksidenti, thuhet në një deklarat në faqen e 27 vjeçares në Facebook.